ditën e lume. E tash, edhe në këtë pikë, tash, ta thojnë me miqt, që ka bo Albin Kurti, që ka, krejt çdo gjë që në terma praktik ka kërku Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky i ka realizu. Çdo sen. Suporti për Venezuelën, suporti për Iranin, suporti për migrantët, suporti për ato, tash, në një gjë se ju ka tek aty do elitistëve të administratës kalume, të cilët nuk kanë dash fort me lodh kokën, kanë thonë, hajt që të bëj presion këtyne se të bojmë një farë muhabeti, një farë zgjidhjes, një farë harrimi, dhe ky zotëria s'ka pranu këtë ban anti-amerikan, po këtu në Kosovë janë disa njerëz, unë i di këto muhabete mirë, cilët e kanë ushqy këtë narrativën që Albin Kurti është anti-amerikan. Këta e shkruajnë mesazhe, shkojnë në për ballon, në për takime ambasadorëve, thonë, ky pe ushqen anti-amerikanizmin. Po këta janë madzi. Ta janë madzi, këta shka s'folin. Këtu ka njerëz që shka s'folin, shka s'shkrujnë. Pa, tu ati që njerëz këtu që po folin, pja bojnë raportet në Amerikën? Po ja bojnë më madzi se në kotën veri, këtu janë njerëz që shkrujnë gjithë. Askush nuk e futi që ti thot naiv sekretarit Amerikan. Nuk e amnistoj zotni Kurtin për atë gjë që e ka thonë. Ajo të qëndron. Ai ka nxjerrë mësimet për ati muhabeti. Tash në raport me administratën Trump është njëri më i disiplinuar që ekziston. Është njëri më i disiplinuar që ekziston në raport me administratën Trump. Kjo është një arritur e madhe. Këtyre njerëzve zotni ju pengon, tash ta thojnë, çta njerëz të LDK-s thonë se japin votën Vjosa Osmanit. Pse mos më dhon votën Vjosa Osmanit? Ajo ja dha Kosovës fotografinë më të rëndësishme për dinamikën sot në DC. Serbia ka dhënë pare, ka angazhu lobista, ka bo gjonat që janë ndershme mu përben për mi uni zonin në DC. I ka bo hesape qysh ka dash vetë. Edhe kjo zonja Vjosa Osmani, ja dha Kosovës qatë fotografi në Davos, ku ajo është mrapa presidentit Trump, një pik ven Kosova, një pik do më thonë a jemi një atom, as molekul nuk jemi, edhe, tash, ajo vlen ma shumë se gjithë shka. Ajo të regon që i ta zotnin nga Beogradi mund me shku me folë, shka të dojnë tash të Trumpi, pa i smerrat me ta. Edhe tash ta thënë, njës kemi vot nga për Vjosa Osmani. Tash, kush është njeriu sot në Kosovë që ka kreditin më të madh në DC se sa Vjosa Osmani? Nuk ekziston ai njeri. Ajo zonja, unë i di këto muhabete mirë, dhe ata që na shikojnë që morën vesh, e din që unë i di këto muhabete mirë, ajo zonja ka akses direkt në rrethin e mbrëmshëm presidentit Trump. Një njeriu që sot nuk pyet për diplomacinë tradicionale, një njeriu që sot nuk pyet për forcat tradicionale në rendin ndërkombëtar, kjo zonja ka akses direkt. Tash pse mos më dhon votë? Ta janë pa sinqertë të kjo pjesa, kur thojnë këta me miqt amerikan. Jo. Këta do të thonë me miqt jemi na, ne këto janë kombinime, kalkulime, nuk janë sinqertë. Për ti po thua, Lidhja Demokratike e Kosovës, nga e hëna, duhet t'i pranoj dy gjëra. Në njëtë mos e kundërshtoj qeverinë e Kurtit. Jo, s'po tha mos me kundërshtu qeverinë e Kurtit. Thjesht me marr flamurin e gjës. Se jo, mos me qenë kundër, dhe me votu Vjosa Osmanin president. Ajo që duhet me votu Vjosa Osmanin, aty s'ka si diskutim. Edhe jo vetëm ata, po gjithë ata njerëz që thojnë që ne duhet kemi raporte me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Washingtonin, se presidenti Trump mundet me bë kështu, mundet me bë ashtu, garancia më e mirë për ata njerëz sot është Vjosa Osmani. Edhe këta duhet me votu. E dyta, tash në raport me qeverinë Kurti, Lidhja Demokratike e Kosovës është në opozit, por ajo duhet me bë opozitën duke e kërku kauzën e vet mrapsht. Nuk po tham as sulmoje, as mos e sulmo. Merre kauzën tonë mrapsht, nëse mundesh me marr. Nëse të lejon Albin Kurti me këty, nuk bëhet ajo punë mbrana natës. Po as nuk vjen pushtet me sehire, as nuk vjen pushtet se i bukur, as nuk vjen pushtet ti sepse i ki 50 diploma mrapa vetes. Kur se lodh kryt për atë mohabet. Njerëzit votojnë për një kauzë në cilën besojnë. Në këtë elektorat tonin ka një pjesë e mirë elektoratit e beson në atë që ajo që ka përfaqëson PDK-ja është fajtore për një padrejtësi që ju ka bën këtij mileti. Kjo është percepcion,
mund të jetë fakt, mund të mos jetë, unë e kam menimin tim, s'është më rëndësi, por në politik